Çdo lokal i cili nuk ka leje, nga dikush dihet se është lokal ilegal. Rreziku është permanent për shkak se janë njerëz të cilët mundin me lujtë edhe me fëmijën tonë. Muaj më parë, kallëzo për një mes zbuloi se në disa zona të tjera të Kosovës janë ndërtuar e hapur mesxhide apo faltore. Të njëjtat nuk janë autoritetin e Bikut dhe ligjëratat në to nuk kontrollohen nga Bashkësia Islame e Kosovës. Shqetësime për këto hapësira janë ngritur edhe në komunën e Vitis. Edhe në këtë komunë, autoritetet lokale janë të shqetësuara për një mesxhid të hapur. Nuk e di qysh mund me qujtash, apo mund me qujt vend takim, apo nuk e di qysh epitetin mund t'japmi derisa se kemi informacionin e plot, por nëse kemi një dyshim i cili mund me qenë i bazuar, duhet të nëmtohet dhe duhet të zbulohet. Në këtë drejtim unë besoj se janë të punu në vazhdimsi dhe shpejti do ta kemi informacionin e plot se a është një çështje e tillë e vërtet dhe a është një çështje e tillë në formim e sipër dhe do t'i morëm gjitha mosat që tash që është në përshim. Mesxhidet apo faltorët të cilat janë hapur, disa prej tyre janë ilegale, pra nuk janë në umbrellën e Bashkisë Islame, nuk janë në jurisdiksionin e Bashkisë Islame të Kosovës. Në kryetar sipas juve, cilat janë në fakt kompetencat komunale cilat i keni në lidhje me hapjen e këtyre mesxhideve të cilat gjanden në nivel lokal në qytetet e Kosovës? Çdo lokal i cili nuk ka leje, nga dikush dihet se është lokal ilegal. Tash dihen se kush duhet me marrë leje në komunë, kush duhet me pas leje në Bashkinë Islame, janë ato kompetenca të ndame, po megjithatë të gjitha ato të cilët nuk kanë të pajisur nga një institucion i Republikës Kosovës, që është legjitim për Republikën e Kosovës, janë ilegale dhe duhet të eliminohen. A ka pas, a shkërku ndonjëherë prej ndokujt në komunën e Vitis me marrë leje për me hap një faltore të tillë ose një vend takim të tillë? Deri me tani, me sa e ndjeni, nuk është kërku, se megjithatë do të na kishin njoftu kryetarin dhe nënkretarin, drejtoritë përkatëse, po deri me tani edhe zyrja që është për regjistrimet bizneseve apo të shoqatave nuk ka kërkesë të cilët është bërë në këtë drejtim. A keni biseduar me Bashkinë Islame, a keni pas ndonjë takim lidhje me këto mesxhide, sepse po flasim për një fenomen të ri të cilin tashmë jemi tu e dëgju vazhdimisht, keni pas ndonjë takim me ta, ndonjë raport? Nuk e pas. Sipas informacioneve të Bashkisë Islame ka thonë se vetëm 2 që nuk i ka në nombrell këto e di këtë informacion, nuk e ka në Ramnisht dhe në Skifteraj. A ka përfundu, sepse kemi raportuar edhe në të kaluarën për problematikat që kanë qenë në këto 2 fshatra në lidhje me imamët apo hoxhallarët, cilët janë vetë shpallur si hoxhallar dhe kanë tentuar shtyjnë brenda këtyre 2 Nuk e kanë quat proces përpara. Nuk e kanë quat. Do me thonë, e shihni ende problematik e cila mundet me vazhdu. Nuk e kam pa në atë kohë problematik, për shkak se vetë Këshilli i Bashkisë Islame apo Biki nuk ka bo hapa konkret që me pa problematikën. Pse po them? Kur ti e shpall konkursin e zgjedh imamin dhe nëse imami që emërohet nga ana e Bashkisë Islame pengohet, atëherë unë shoh problematikë që duhet me intervenu policia dhe me kriju kushtet që ai me shku pa pengesë me kry punën të cilën e ka morë nga ana e Bashkisë Islame. Cili është rreziku për këtyre? Rreziku është permanent për shkak se janë njerëz të cilët mundin me lujtë edhe me fëmijën tonë, të cilët mundin me shtyjnë në rrugë të cilët me të vërtetë ikë nga ja tradita edhe jo në fetare, ikë edhe nga tradita jo në kombëtare, të cilët jo ishin për çdo ditë, që mund nuk më pëlqejnë as pak e shohna për media të cilët bojnë krahasim, a kombi, a feja, krejt këtu, dhe këto grupacione konsiderojnë se janë ata të cilët i shtyjnë këto, se ne i kemi të definuar me këtë çështje. Unë konsideroj si kombi kena kalu këto, se dieta do t'jetë kombi atë cila feja, na i kemi këto definuar dhe nuk duhet të shtrohet kjo çështje. Mbi gjitha është shtetësia, mbi gjitha kombi dhe pasandaj bje feja.